Në një ceremoni të organizuar nga kryetari i komunës së Gjakovës, Ardian Gjini, sot u bë ndarja e çmimit qytetari i shkëlqyer. Epitet ky i cili u takoi qytetarëve të cilët në një apo mënyrë tjetër kanë kontribuar përgjatë vitit 2018 për një jetë më të mirë të qytetarëve në komunën tonë. Ata që u nderuan janë Hysen Brahimaj, drejtori i shkollës fillore dëshmorë të Kombit në fshatin Shqiponj për menaxhimin dhe rezultatet e arritura në arsim. Pastaj zyrtari në drejtorinë e shërbimeve publike, Regji Rexha, u vlerësua për kontributin e dhënë në përmirësimin e infrastrukturës për një komunë më të mirë. Po ashtu, me mirënjohje u nderua dhe punëtori i kompanisë rajonale të mbeturinave Qabrati, Zenun Shabanaj, për kontributin e dhënë në menaxhimin e mbeturinave dhe mirëmbajtjen e qytetit. Ndërsa për kontributin e dhënë në ofrimin e sigurisë dhe mbrojtjes u nderua pjesëtari i Policisë së Kosovës, Naim Rustaj, i cili u shpreh falendërues për këtë çmim. Falenderoj kryetarin e komunës edhe gjithë stafin e tij. I falenderoj prorët e mi, kolegët e mi, të cilët pa ta unë s'do të kisha mujt me arrit këtë që kemi arrit sot në këtë mirënjohje. E për kontributin e dhënë në realizimin e projekteve dedikuar rinis, u vlerësua drejtoresha e organizatës YMCA, Dorina Luka Davis. Kurse Randa Komnova Baçi u vlerësua për kontributin e dhënë në pastrimin e mjedisit në kuadër të fushatës Ta pastrojmë Kosovën, e cila është zhvilluar në komunën e Gjakovës. Përpos që i falenderoj stafin, familjen gjithë, kjo është një diçka që na motivon në punu edhe më shumë. Në mesin e atyre që u nderuan ishte edhe infermierja qendrës kryesore të mjekësisë familjare Leonora Bakia, e cila u vlerësua për angazhimin në profesionin e saj çdo ditë gjatë vitit 2018. Faleminderit nga kryetari i komunës, falenderoj drejtoreshën e shëndetësisë zonjën Adelina Shehu Kola, falenderoj menaxhmentin e QKMF-s dhe gjithë stafin shëndetësor që pa cilin unë s'kisha mujt me arrit asnjë sukses, sepse puna në ekip vjen deri te sukseset edhe te cilësia në punë. Ndarja këtyre çmimeve u bë nga kryetari Ardian Gjini, i cili tha se sot nderuam njerëzit që kanë dhënë kontribut për vendin dhe shoqërinë tonë pas një interes vetjak. Si vjet janë zgjedh 7 qytetarë të komunës sonë. Vitin tjetër këta 7 do të jenë ata që do të punojnë në përzgjedhje, do ta bëjmë një sistem edhe më të mirë, edhe më të qëndrueshëm për një afat më të gjatë. Në të njëjtën kohë komuna do të përkujdeset që ta arrisë këtë ngjarje, do të thonë që të jetë gjithmonë më e madhe. Do ta ndërtojmë një klub qytetarëve të shkëlqyer, cilë do të punojnë për motivimin, do të bëjnë të njëjtën gjë, u thash sot, po do të punojnë motivimin e qytetarëve që ta duan vendin e vet, të japin pak më shumë nga vetja, për shkak se i kemi të gjitha mundësitë mi bëni vend të jashtëzakonshëm. I ftoj të gjithë qytetarët e komunës Gjakovës, të punojmë edhe pak më shumë, vetëm edhe pak më shumë prej secilit mundemi mi bëni komunë me të vërtetë të jashtëzakonshme edhe model. Ceremonia qytetari i shkëlqyer sipas kryetarit Gjini tashmë do të jetë tradicionale dhe përzgjedhja e tyre do të bëhet nga vetë qytetarët e komunës së Gjakovës.